Le të lexojmë një pjesë nga libri El Kifaya fil Hidaya. Është ky librave kryesor të akidës Maturidie, e Imam Nuruddin as-Sabuni. Domthonë rrezitet i dyti apo i treti në akidën Maturidie për dietarëve të cili është referencë. Domthonë nëse ka dëni pa qartësi, domthonë dëni mendim i cili ka pa qartësi, ta kërkosh mendimin më real, atëherë kërkohet ke libra tekniki, ka dy libra. Ke njëra apo tjetër kemi lexuar në kalume, kjo do të lexojmë inshallah sot. Çka thot? Ki mundo ta bëni dallim me disa sajse. Nëse lexojmë Kur'anin, neve do ta shohim Zoti vjen përmendet cilësia e Zotit wahdania, domethënë njëshmëria me këtë Allahe. Wa qad nataqa biha al-Qur'an, thot Kur'ani ka ardhur në këtë formë. Qala Allahu Ta'ala, ka thënë Allahu Jalla Jalalu, huwa Allahu al-wahidu al-qahhar. Ai thot është Zoti i cili është një edhe ish nga dhënjuesi ndaj gjithë tjerë. Është ai i faktikisht i cili mposh gjithë tjerë. Këtë rast ka ardhur al-wahidu. Nëse shohim surën Kul huwallahu, çka i thonë, çka thot? Kul huwallahu ahad. Thuaj ai Allahu është ahad, një. Domthon diku ka ardhur me al-wahid, diku ka ardhur me llafin ahad. Dietarët nuk e kanë lënë kët faktikisht këtë ndryshim pa më marr parasysh. Për këtë imam para se tim të thellami ke kuptimet e kësaj, do të diskutojmë për anën gjuhësore të tinëve dy kuptimeve. Imam Nuruddin as-Sabuni çka thot? Disa kanë pas kundërshtime, domethënë disa dietar kanë thonë të dy kuptimet, ana wahid, ana ahad, është i njëjtë, por po disa kanë thonë se ahad është në kuptim tjetër, wahid është kuptim tjetër. Qala ba'duhum, kilahuma wahidun. Një pjesë dietarëve kanë thonë të dyja kuptimet e këta janë të njëjta. Wa yusta'malu kullu wahidin minhuma fi ma'na al-akhar. Ana ahad përdoret në kuptimin wahid, ana wahid përdoret në kuptimin ahad. Domethënë këta janë mutaradifane në gjuhën arabishte ose janë sinonime në gjuhën shqipe. Domethënë ana ahad, ana wahid kanë kuptimin e njëjtë. Wa qala ba'duhum, dorsa një pjesë dietarëve çka kanë thonë? La, nuk është kështu kanë thonë. Bel yufidu kullu wahidin minhuma ma la yufiduhu al-akhir. Jo kanë thonë, çdo llaf piktineve ka kuptim ndryshme nga llafi tjetër. Ana wahid ka kuptim vefte, ana ahad ka kuptim vefte. Domthon Kurani jasin të dy format. Kur folet për Zotin kur thotë çka është një, ana wahid, ana ahad, të dyja thon ka kuptime ndryshme nga njëra tjetra. Wa in kana ma'khadhu al-ishtiqaq min haythu al-lugha wahidan. Ana por edhe se thot Imam Nuruddin as-Sabuni në aspektin gjuhësor të dyja rrjedhin pini rronjë të fjalës. Ana wahid, ana ahad kanë burimin e njëjtë si rronjë. Mirpo kur marrin ndryshime në formula rronja është e njëjtë, mirpo në bazë ndryshimeve të cilat I kanë posuar merren në kuptim ndryshe. واستعمال كل واحد منهما بدلا عن الآخر بطريق التوسع وهو الأصح. Ndërsa nëse thot neve e shohim këtë llafin ana ahad, ana wahid, çka dietarët I kanë përdorur dikush ka thon ahad, ana wahid me kuptim të njëjtë I kanë përdorur për shkak se lejohet, është në xhon kjo mesela, ndash e përdor këtë, ndash e përdor atë. Mirpo më e mirë thotoshën detajisht kur dim kuptimi të dyve ana ahad, ana wahid kanë kuptime ndryshme nga njëri tjetri. واختلفوا في الفرق أيضا والأشبه عندنا أنا يوتسيلاش ما نجاش ما مير por ne domethën fjala ma mendimi ma zyrtar an al-wahida domethën kur e përdor Zoti llafin wahid në Kur'an çka ka për qëllim yusta'malu li ifadati as-sifat wahid çdo herë diskutohet kur Zoti fol për sifatet cilësitë e veta ndërsa wal ahad yarji'u ila adh-dhat ndërsa kur diskuton kur e përmend Zoti njëshmërinë e tij me llafin ahad atë diskuton për qenin e vet domethën wahid ana ahad wahid ka për qëllim lidhet me sifatet cilësitë e Allahut, ahad lidhet drejt për drejt me qenien e Allahut xhella xhelalu.